Përmendet rasti i Omerit radiallahu anhu, i cili natën delte për me i kontrollu edhe për me i dëgju ankesat e njerëzve. Sepse nata është ma shumë e probleme, i uritër i s'mundet me flejt, ai që s'ka siguri, që ka frikë s'mundet me flejt, edhe zakonisht problemet shfaqen natën. E Omeri radiallahu anhu i kontrollat. Edhe një natë, po i afrohet një shtëpi e cila e ka dritën dhesur. Edhe natën nuk dhesët drita pa e pas ndonjë punë ose ndonjë siklet. Edhe atë e sheh një vajzë të re me një plak që po i përgatisin qumshtin për me e shit për nesër. Tash nuk i mjaftën qumshti për me i mush gjitha ato shishet që kanë pas, e i thot plaka shteja pak ujë qumshtit edhe i mush gjitha ishen. Kjo vajzë i gjyshe, Omeri, që ka qenë udhëhesi muslimanëve, Omeri ka ndalu me i mashtru muslimanët kështu, me ja ushit ujin për qumsht. E ja plaka nga për kujdesia si duket, thot, po s'na sheh Omeri tash. Omeri është dhe dritarja duke i dëgju. Thot vajza e re, thot, i gjyshe, nëse nuk na sheh Omeri, Zoti Omerit na sheh. Domthon ç'kjo është ajo? Kontrolli që besimtari ja ban pasurisë vet. E ai i cili ka që si kontrolli ndaj pasurisë vet, qysh paramendohet që ky me shkel pastaj hakun e tjetrit. Qysh paramendohet që ky me arrit me marr pasurinë e tjetrit në mënyrë të pandershme. S'ka mundsi. E Islami ose sistemi ekonomik islam e edukon besimtarin që me pas edhe qëtë kontroll ndaj pasurisë.